Horoskopi për ditën e martë 2 qershor 2026. Dashi, mëngjesi mund t'ju gjej pak si pa qetësi dhe me nerva, por mos u shqetëso, sepse dita do të kthehet shumë e mbarë. Saturni, ky planet i rëndësishëm që ndodhet pikërisht në shenjën tuaj, po bëhet njësh me diellin sot. Kjo do të thotë se po të përqendrohesh tek gjërat praktike, çdo gjë do të shkojë në vendin e vet. Çelësi sot është të bësh durim dhe t'i marrësh gjërat hap pas hapi. Saturni në dash po të mëson të marrësh përgjegjësi për veten. Ndaj nëse ulesh dhe i bën punët një nga një, do të ndjesh një qetësi të madhe. Është dhe një ditë e mirë për të folur me autoritet dhe për të bërë zër i arsyes për të tjerët. Hën apo lëviz në sektorin tënd të karrierës, prandaj sot mund të kesh shumë dëshirë të ndjesh që po ecën në rrugë të sigurt. Ngjyra me fat vishnje, koha me fat mbrëmje. Demi, me lëvizjen e sotme të diellit dhe të Saturnit, njerëzit do të fillojnë të shikojnë më qartë se kush je ti. Sot është ajo ditë ku ti duhet të kesh vullnet për të punuar me ngadalë dhe për të çuar deri në fund një projekt që ke nisur. Të vësh rregull tek gjërat e lëna pas dore do të vijë krejt natyrshëm dhe do të jap kënaqësi të madhe. Është një moment i mirë për të parë se si mund të përmirësosh ca gjëra me parat apo si të organizosh sendet e tua. Thjeshtoje sot jetën duke hequr gjërat e tepërta. Do të shohësh që do të jesh më produktiv. Ky tranzit i Saturnit të kujton se është mirë të ruash energji dhe t'i bësh gjërat avash dhe saktë. Edhe nëse ecën ngadalë, mos u mërzit, sepse gjërat që bëhen kështu zgjasin më shumë. Ngjyra me fat e gjelbër. Koha me fat është 2 deri në 4 mbasdite. Binjakët. Aspekti i mirë dhe harmonik mes diellit dhe Saturnit sot të shtyn fort drejt organizimit ty binjak. Do të jesh shumë i përqendruar tek pjesa praktike e jetës dhe tek planet e tua. Me këtë tranzit, po t'i marrësh gjërat me logjik dhe me rregull, do të kesh rezultate shumë të mira. Kjo vlen sidomos për shoqërinë dhe projekte të mëdha, ku do të kërkosh vetëm njerëz besnik dhe gjëra që zgjasin në kohë. Miq mund të ndihmojnë në mënyrë konkrete dhe me vepra. Mund të duhet të drejtosh një grup njerëzish ose të ndash një përvojë tënde me të tjerët dhe do t'ja dalësh me shumë sukses. Të pranosh një mik ashtu siç është, me të mirat dhe të këqijat, do të rrisë vetbesimin. Vë rregull në një pjesë të jetës tënde sot. Ngjyra me fat është bezh, koha me fat është paradite. Gaforja. Sot ke një energji stabilizuese rreth vetes që po të ndihmon të vësh rregull në jetën tënde. Dielli dhe Saturni po të bëjnë të shikosh qëllimet dhe punët e tua në mënyrë shumë reale, dhe kjo qartësi do të ndihmojë të marrësh vendimet e duhura. Saturni aktualisht po kalon në sektorin tënd të karrierës dhe përgjegjësive, ndaj do ta kesh më të lehtë të largosh nga puna jote gjërat që të humbin kohën kot. Çdo përpjekje që bën për të përmirësuar veten sot lidhet direkt me suksesin tënd në të ardhmen. Nëse i le pas krave problemet personale dhe mërit, do të kesh më shumë hapësirë për të ecur përpara dhe për të arritur ato gjëra që dëshiron në profesionin tënd. Ngjyra me fat është e bardhë. Koha me fat është 16 deri 17:30. Luani. Dita mund të fillojë me pak pasiguri ose me dyshime, por mos u shqetëso sepse me kalimin e orëve po ofron një energji shumë e fortë dhe praktike. Dielli, që është planeti yt udhëheqës, do të bëjë një lidhje të shkëlqyer me Saturnin dhe kjo gjë do të kthejë qetësinë dhe do të ulë me këmbë në tokë. Njerëzit që ke pranë vetes, qoftë në punë apo në shoqëri, mund të tregojnë mbështetje dhe kjo do të bëjë që ti të ndihesh i sigurt. Por suksesi sot është të kesh pritshmëri reale nga vetja dhe nga të tjerët, në mënyrë që të mos zgënjesh në të ardhmen. Është një kohë shumë e mirë për të studiuar, për të bashkëpunuar në një projekt apo për të organizuar një punë në grup. Përqendrohu sot tek prioritetet e tua. Ngjyra me fat është ngjyrë portokalli dhe e bardhë.
Koha me fat është 11:30 deri në 14. Kalojmë tek virgjëresha. Sot do të kesh një dëshirë të madhe për të qenë produktive dhe për të ndjerë një diçka që të bën të kesh vlera. Do të ndihesh i motivuar për të marrë me detajet e punëve, sidomos nëse ke një qëllim të qartë në kokë. Lidhja e sotme planetare do të ndihmojë të shohësh me përpikmëri cilat janë prioritetet e tua. Do kuptosh që po të heqësh dorën nga disa gjëra pa vlerë, do të përmirësohesh në shumë fusha të tjera të jetës. Gjërat që të hanë kohën kot, po të tërheqin poshtë, ndaj është mirë t'i eliminosh. Sot funksionon më mirë pak strategji, sesa të harxhosh gjithë energjinë pa menduar. Po punon fort për të shkëputur nga disa varësi apo gjëra të vjetra dhe kjo po të bën të ndihesh më i rritur dhe më i lumtur. Ngjyra me fat është bezh, koha me fat është paradite. Peshorja. Ndoshta në mëngjes mund të ndihesh pak në ankth, por dita vjen shumë e mirë për të stabilizuar disa pika kyçe në jetën tënde. Dielli dhe Saturni po harmonizohen sot, dhe kjo do të ndihmojë të ulësh pritshmëritë e larta dhe të bëhesh më realiste. Rruga më e mirë sot është të gjesh një gjuhë të përbashkët me të tjerën dhe të takoheni diku në mes. Është koha të lësh pas idetë e tepërta apo fantazitë e kota, sidomos në lidhjet në çift. Durimi që do të tregosh sot me njerëzit do të shpërblehet shumë mirë. Po ashtu është një moment i shkëlqyer për të rritur besimin tek një person apo tek lidhja juaj, duke treguar dashuri me gjëra konkrete dhe praktike dhe jo me fjalë. Ngjyra me fat është e kuqe e ndezur. Koha me fat është mbrëmja. Akrepi. Sot po të afrohet një energji shumë e mirë për të qenë produktiv dhe për të marrë me gjërat që kanë vërtet rëndësi. Kërkimi për të gjetur disa përgjigje apo sekrete do të ecë mbar, edhe pse kohët e fundit mund të jesh ndjerë pak i mbytur nga ngarkesa në punë apo dhe nga përgjegjësitë e përditshme për shkak të Saturnit që ndodhet në shtëpinë tënde të 6 diellore. Sot nga këto tregues mund të dalin disa mundësi të reja. Do të ndihesh mirë nëse bën hapa për të përmirësuar shëndetin tënd fizik dhe mendor. Kërkohet një qëndrim i pjekur, ka ardhur koha ta bësh rutinën tënde të përditshme të punojë për ty. Qëllimi yt sot është të ndihesh i organizuar dhe të kesh çdo gjë nën kontroll. Ngjyra me fat e verdhë. Koha me fat është pasditja. Shigjetari. Tranziti i sotëm mes Diellit dhe Saturnit po të jep një energji shumë të dobishme për të arritur diçka që peshon shumë për ty. Ky aspekt të kujton se rruga më e mirë është ajo e shtruara dhe e praktikja. Tani është momenti të bësh hapa për të siguruar të ardhmen tënde. Ky ndikim planetar është gjithashtu shumë i mirë për të formuluar një lidhje të re dashurie, apo ndoshta një bashkëpunim që ke. Nëse tregon se je i besueshëm dhe njeri që e mban fjalën, do të kesh fitore, sepse sot të gjithë kërkojnë siguri. Është një ditë e mirë për të bërë bashkë me dikë për të marrë një vendim, për të zgjidhur një problem apo për të vënë në rregull në shtëpi apo në punë. Ngjyra me fat është bezh. Koha me fat 17 deri 18:30. Brytësjapi. Sot mund të ndihesh shumë rehat dhe do të kesh dëshirë të punosh fort, pa u përtuar gjërave. Zakonisht je serioz. Dielli po bën një lidhje shumë të mirë me planetin tënd udhëheqës që është Saturni, dhe kjo të shtyn të shikosh me saktësi se cilat janë gjërat më të rëndësishme për ty brytësjap. Ndihesh i motivuar, me që Saturni po kalon në shtëpinë tënde të 4 diellore. Çelësi i qetësisë dhe suksesit tënd sot është të vesh rregull në shtëpi dhe në familje. Edhe ndryshimet më të vogla do të bëjnë të ndihesh më i organizuar dhe zot i situatës. E ndjen fort të ardhmen dhe po bën disa sakrifica të vogla sot për të qenë më i sigurt. Do t'ia shohësh hajrin këtyre gjërave më vonë. Gjithmonë kërko gjëra që të mbajnë me këmbë në tokë. Ngjyra me fat është e bardhë. Koha me fat 13 deri 15. Ujori.
Ndikimet e sotme planetare po të shtyjnë që të vësh rregull në jetën tënde, në një mënyrë ose në një tjetër, gjë që do të shërbejë për lumturinë dhe suksesin tënd afatgjatë. Përgjegjësia dhe disiplina sot nuk do të duken si barë, por do të bëjnë të ndihesh i dobishëm dhe me situatën në dorë. Si Dielli dhe Saturni po bëjnë një aspekt të shkëlqyer në shenjën tënde, çka të bën të vlerësosh rregullin, por po ashtu po të harmonizon dhe me njëri tjetrin. Të mësosh diçka me vlerë ose të merresh me disa dokumente apo shkrime sot do të jetë në qendër të vëmendjes. Ngjyra me fat është blu e qiellit. Koha me fat 11 deri 12:40. Peshqit. Aspekti harmonik i sotëm mes Diellit dhe Saturnit do të ndezë një dëshirë të madhe për të patur çdo gjë nën kontroll. Kjo vlen për paratë, sigurinë tënde, shtëpinë, familjen dhe rahatinë tënde personale. Ky tranzit nxjerr në pa nevojën tënde për të ndjerë i mbrojtur dhe i qëndrueshëm. Përpjekjet për të lidhur, për të sqaruar me familjen, do të ndihmojnë shumë për të forcuar marrëdhënien. Po ashtu, po ti marrësh gjërat më shtruar, do të rritet cilësia punës tënde dhe do të mësosh të shijosh gjërat të thjeshta. Është koha të kursesh energji dhe të mbledhësh forcat përmes aktiviteteve praktike. Ngjyra me fat është gri dhe blu. Koha me fat është 11 deri në 2 në mesditë. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbarë.